kur salavatët, selamet që ja dërgojmë Rasulullahit a.s. kthehen dhe njerëz si shpërblim. Andaj salavatët duhet mi dërgu në çdo rast, në çdo moment. Në ditën e xuma duhet shpeshtohen më shumë. Forma më e mirë e salavatëve është Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Këto salavatët duhet shpesh, mi shpeshtu. Allahu ka thënë Kur'an: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O Allahu, edhe melaqet e tij dërgojnë salavate, selame, bekime, urime bi Muhammedin alayhi salam. Andaj, o ju që keni besuar Allahun, dërgoni selame të shumta mbi Muhammedin alayhi salam. Ndërsa pejgamberi Allah ka thënë në hadith, ai i cili ma dërgon mu një salavat, Allahu 10 kam ja dërgu, 10 bekime, 10 urime. Qëre? 1 me 10. I kthejmë ngjarjes. Tregon një dietar i njohur Sufjan ibn Thauri, i cili thotë, njëherë për ditëve, pasi që shkova në haxh me haxhin, duke bë tavaf, e poshtë një njeri cili çdo hapsh ka e bante rreth tavafit, dërgë ke salavat. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin në fund. Edhe ju afrova dhe e pyeta, i thash: o ti njeri, po të vërej se shumë po qënë salavat bi Muhammedin a.s. Ndërkohë, kjo është vendi që du të me bot tekbir, me bot tahlil, me thonë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, sidomos tekbirat, la ilaha illallah, du të më shpeshtu në haqë. Thotë, ndërsa ti pe ban kundërtën, pe ban gjithë kundërtën, po dërgon salavate. E atere, thot, me siguri, ka ndonë në sen ty që e duke bëhta, ka dhe një urëci. Ky njeri ju thot, pasi që më pyti muhe, unë atëru detyrova më prezentu se kush jam une, e pastaj, pasi që isha njeri huj për ata, nuk më njefte, u detyrova mja zbuluat fshetësim time. Edhe i thash, o ti njeri, thot, njerë jam nisë me babën tem për me shku në haqë. Pasë që shkova në haqë, thot, gjatë rrugës, kër u ktheja prej haqët, ndroj jetë baba em rrugës. Edhe, ju nëzi ftyra krejtësisht. Unë e ambulova ftyrën, thot, edhe, priqa mos po kalon ndokush prej njerëzve udhëtar, e bashkërisht me ata, ta vorosmi babën tonë. Duke prit, thot, në ato qastë u bën natë, edhe filloj më mëzon gjumi, thot. Edhe kërë mëzoni gjumi, thot, pash në andër një njeri, i cili erë, thot, me pamje të bukur, që kur s'kam pas si kurse a njeri. Njeri, erë dhe thot pranë babës tem në andër, ja zbuloj ftyrën, edhe filloj me prek me durët ftyrën e babës tem, kështu që, përderi se e preki për ftyrë babën tem, filloj më shëndru ftyra babës tem në të bardhë. Atë që bardhë, sa që i shëndrit ke ftyra. Posa ki njeri filloj më largu, thot, e krytja detyrën e vetë, duke hik, thot, unë e janë gjita, thot, për fundin e teshave dhe e pyta. I thash, o robi Allah, kush e ti që në këtë mërzi, thot, vjen me mëshinë Allahut dhe afrohesh te baba em, thot, edhe e prek dhe pasi që ka pas ftyrën e nxime, i shëndrohet në të bardhë dhe dritë dhe nur. A i tha, a nuk më nja? Thot, nuk të nja. Thot, unë jam Muhammedi biri Abdullahit, Rasulullahi a.s. thot. Edhe pse babajet, thot, ishtë gjunaqar, bante do njerë më katë, thot, mirë po shpesher më ka dërgu salavate. Shpesher më dërgon të salavate. Edhe
ajo që ka ndodhi thot për shkak se e lut ke shpesh Allahun xhaleshanu edhe për ndihmë, ndërsa mu më dërgoj ke salavat me shpresë që unë do t'i bëj shefat në ndërmjetësim në ditën e gjykimit. Prandaj thot, unë edha shpesh për mi ndihmu, pasi që është privilegj i im, thot, mi ndihmu çdo kuna i cili më dërgon salavat e unë më ndërmjetësu dhe me bë shefat para Allahut xhaleshanu xhalla xhelalu. Në fund ky njeri thot, kur më dul gjumi, pash se fytyra babës tim ishte zbardhur, që nga ai moment, o ti që i duke më vetë mua, thot, unë kur nuk i la salavatët bi Muhammedin a.s. A e mërë dvesh mesazhin? Shpesh me durgu salavat, nuk humb. Kemi ja pa hajrin mirësijës, qatë moment kur kemi ndrujet, natën e vorit, ditën e gjykimit, kur deq për Allah, takimin me Allah, urën e siratit, na kemi tregu se kur të kalesh urën e siratit, pejgamberi Allah, të gjithë pejgamberët e Allahut, rrinë në qoshtë të urës siratit, edhe thënë Allahumme sallim, sallim, o Zot shpëtoje, o Zot shpëtoje umetin tem. Nëse je për atyre që ki dërgu shpes salavate, s'ki pritu në çdo moment, në çdo rast, ki do në pazar, në qarshi, në shtëpi, udhëtar, musafir, s'ki ru me që salavat, në ato momenti kanë mëndon ndim të salavatet. Kemi ja pa hajrin dhe mirësijës, në ati që nuk ban të bi kërkush, as nana, as baba, as familja, as evlat, as pasuria, kush, punë të mira, dërgimi salavat.